Ky organizim ka për qëllim bashkimin e fshatarëve tonë njëherë, po këta të emigrantët të cilët vinë nga jashtë, po edhe nipat, mesat, të gjitha këto e shfrytëzojnë që ta kemë edhe takohen mes vete. Qëllimi është më njohë sa më shumë, sepse siç po shihet mbos situatës që është krijuar tash këtu tek ne, mergimtarët veç vinë një herë në vit pothuajse. Qatë vit ata janë të lumtur dhe festojnë që 3 herë, domethënë secilën herë kemi pas një ta kemë kështu sa më madhështor, sidomos tash hera e tretë ku emigrantët na kanë ndihmuar shumë, diaspora, edhe mendimin e diasporës, sepse edhe kjo të bim për ka një kosto. Në qatë kosto, neve na kanë ndihmuar mjaft, kemi kriju një fond spontan të kështu, mirë po ju në përgjegjë. Dërsa qëllimi i kësaj është të njihemi më shumë në mes veti, rinia zhvillon gara sportive, kështu që kemi bërë një program sportiv dhe i kemi lajmëruar të gjithë me orar të caktuar. Zhvillojmë gara me të gjitha lamit, po edhe me ato tradicionale, për shembull si tërheqja litare, shahi, pastaj jenë edhe këto tubime tjera, volejbolli, futbolli. E kemi para po tani të shpërblimet, ku në çato shpërblime po fitohet një kënaqësi e madhe dhe po një stimulim shumë i madh për me marrë pjesë edhe në viteve tjera. Këtu çka është më rëndësi, çdo herë po përmirësohet puna që po bëjmë ne, çdo herë po vlerësohet shumë kjo punë. Dhe sidomos i vjet kam rri që të organizohemi shumë më mirë. Ne duke u falendëruar edhe profesoreshës, siç po shihni këtu, e kemi disa pamje, disa punime të fëmijëve artizanale, ka punu prej orës 8 mëngjesit deri deri tash, ka pas interesim shumë të madh, edhe janë fëmijë shumë të lumtur, po edhe nga ajo se njihen mes vetes, se fare s'po njihen, sidomos këta që janë nga jashtë, po edhe këtu nga mbrana ka pas atje honën shumë të madhe. Sepse po zhvillohet një aktivitet i cili edhe po ka stimulim të gjithë. Çdo herë po kemi suksese më të mëdha, edhe po kemi interesim më të madh, sepse në ato takime po na japin propozime ndryshme. Domethënë aktivitetet të cilat nuk mund të kryejmë ose kemi lënë mas dore, ata na udhëzojnë, edhe kështu që fitohet një përshtypje që edhe vitin tjetër të i bojmë këto aktivitetet të cilat s'kemi mujtë mi zhvillu. Se kemi caktuar datën 2 gushtit, sepse zakonisht data e 2 gushtit po ka ardhjen tek ne. E ma vonë po shkojnë pushime, edhe kështu që po më duket që është shumë e qelluar dhe ka masivitet shumë. Përbes në këtë drejtim kemi mbet shumë mbrapa. Nërtë na s'kemi mbet, po shteti ka mbet shumë mbrapa, nuk ka financuar ashtu siç duhet. Kemi me probleme të mëdha me ujësjellës. Ujësjellës e fara nuk është në këtë fshat. Mandej infrastruktura besa është disi e punume, po shumë e dobët edhe shumë e shkatërume, edhe nuk ka intervenime tjera. Pastaj rryma besa që tash diçka është punu, po prap kemi rrymë me shtyllat vjetra edhe shumë rrezik. Kështu që kanalizimi besa deri diku është punu, po prap në fshat atë nuk ka, domethënë kanalizim. Po të them të drejtën, edhe kjo e ka shpërngul kushtet, infrastruktura, se deri vonë s'ka pas fare infrastrukturë. Pastaj rinia, për shembull, nëse përveç presionit që është bën nga shteti okupues, këta edhe nuk kanë gjetë veten, sepse është një fshat i cili ka mrekullina, domethënë fshat i cili mund të punohet këtu me një bashkë, me një baktit shumë të thjeshtë këtu mund të jetohet. Edhe besa tash të kanë vrejt edhe disa mërgjimtarë, po çka është interesant, këta vinë edhe mbarojnë shtëpia këtu. Domethënë shumë të interesuar, nëse nuk ja plotësojmë kushtet, ata s'kan vullnet me nejt as në çato shtëpia. Po sidomos në përpushime ka shumë interesant vinë, besa ka edhe që janë kthy. Është interesant që kemi fqin tash, siç themi na jabanxhi. Edhe i blen këto toka tona, se këto toka janë tokat punuese, tokat të cilat ajri sidomos është i pastër. Terreni është i përshtatshëm, edhe shumë kanë blen toka dhe kanë punu villa, kanë punu shtëpia, vinë. Shumica vinë veç vikendeve, po edhe ka që kanë punu shtëpia të përhershme këtu. Toka është shit shumë. Qërë apeli em është edhe besoj gjithë fshatarëve të mi edhe të gjithë këtyne prindve që kanë met vetëmi këtu, është që të kthehen këtu.
edhe këtu jetohet një jetë modeste, këtu jetohet mirë. Mund të jetohet mirë. Shumë mirë mund të jetohet. Unë si pensioner tash për individualizoj pak çështjen, jo marr që me shtëpi këtu midis orave, e ku marru kom bo bashkë, kom bo blet, kom bo shpezë, edhe të gjitha unë e humbi kohën këtu të punu edhe kom fitime. Një pension 2 nxjerrë në vetëm me qitos të punu. Edhe fitore më të madhe e keni këto takimet përbashkë. Po, fitoria më e madhe është këtu sepse vetë mu se unë kom qenë edhe si me profesion arsimtar, e kom punu disa vite edhe të gjithë i kam nxënca. Edhe tash kur po thonë qysh mësuesi mas 60 vjetës në Prishtinë, kom jetu më shumë, mu kthy këtu, edhe peshojnë që jetohet këtu.